Në mëngjes u ulën gjithë bashkë. Po e ti nuk u ula, për shah. Po unë isha përballë jush se duroja do të pa pastërtim. Ore po flas ka 4-5 ditë është prish darka. Ka 4-5 ditë është prish puna e darkës bashkë. Po mu më me zonë të tjerë vetëm me policimit. E di, është psikologjike. Përgatitet të nxjerrja, ulet hajde në gjithë se darka gati. Që shtatë herë të përësit, e Qitën veti, edhe tani para gjikotjerë. A mundet kjo një herë me nërë? Po, është gabim në darkë. Tha kur së këmbo. Kush në thirë? Janë kamera. Gabim. Unë e thira se grupi jam është mirë. Grupi jam, po të më kretë, a e thira? Jo grupi jam, buka është gjithë. A e largoh pak se kamera. Unë jam vetë. O, zotoni. Po e largoh. Vetë jam. Ej, Alba, a pëse s'munësh me kallëzu një herë dhe u kry 10 herë përësitit? Po se po kundërshton me Si fakte pa replay, lidhje. si ato radijat e Po përpashme se... kundërshton me fakte Po pa që 10 herë të lidhje. thonë e kuptum. Son që ashtu mo, akceptoje në regullë. Si që së shështë? Darka s'dojnë mangë mo, bashkë akceptoje. Po prito një sekund, është vishëm. O, për vete, unë s'kam djesi ta buk në rase si Ale në mos gjithë ha, për darkë. ale ligësh, i hum 3-4-5 kila. Po e kemi një nga tradita tona që ndodhë që ndodhë që shpi ulemi gjithë në sofër të bukës Po në na darkë. sena tradita në kondështar. Nëse njerë për vetës. Po, më prap jena shqiptar, edhe jena njerës këtu, nuk jena robot. E kopo në pullu vetë. Mundesh, ama ky se ka përdor taktikën e dur. Bëhet të nxjerrja gati, shtrojnë pjatën, beso. Po të ull vleran. Shtrojnë, beso, kur bëhet të nxjerrja për gjithë, me si zoç mblidhen gjithë, mbas pulës. Si zoç mbas pulës mblidhen gjithë. E kja që E qunë di kur e kotën. hedha drithin kështu, si zoç mblidhen gjithë. Interesant. Fakt është. Unë sot jam të 12. Ej, Benita, vloj ma do pilen me... Po të bëjmë që të filloj të qeshja e dhe në 4 mjesë. Shko me në të më thoni këtë ty? Po ja, unë i thamë. Ha? Qa? Do në leci mos kemi. A ja kinu Jo, me ta në? fare, unë nuk e di juve qanë djesi shkeni, a jeni njerëz, a nuk jeni njerëz. Jo, jemi kam. Unë jam Vetës shqiptara, se keni po vetës shqiptara. Po si mundet unë me djesia e darkës bashkë? Unë e ha në ajer. Përderisa këta, unë diçka e them, përderisa këta ditë, është shumë djesia e darkës bashkë, ka nisë përçarja më e madhe që ekziston në Po shtëpi. pse se bërë këtë dhe për Krishtlindjen, Alba? Po Se që ishin drova 5 veta, gjysmore. jo... A i mban të sherrën që keni bërë? Qa sheresh? Ajo pësh ishte ditën e Krishtlindjes. Dit ishte, po jo në darkë. Ditën e Krishtlindjes. Ti po fur, E respektojnë festën që kishte njerëz si e feston. Po Lëre tani se i ke gjithë demagogjik këto që nuk të pinuj Po fare. ngatrojmë dyshin me 5 orë dhe ditën e vitit. Jo, se ngatrojmë dyshin me 5 që na boni ne vim dorkën e nominimit. Mirë. Dorkën e nominimit janë nisi me qajt e brishe këtë dorkën. Jo, pse darkën e nominimeve? Të as boksu gëna. Keni ngrohë mu gjithë, a ula, a ju respektova që ju ula. Po tani emocione nuk e kontrolloj do. Po nështë edhe ata janë emocion. Ishte miqësore. Leja, Nuk ka Alba, lidhje mos me falë bali emocionin dhe. mërë, se s'janë të ullur në tavolinë. Ti kërejt Rase që ti i kush thu ullet nuk i tavolinë dhe nxjerr lot, Ti ne po do bën nami për interesohemi gjesin drekën dhe darkën në një ditë të zakonshme Darkën. dhe shkatrove Krishtlindjen. Për E kupton? darkën. Ti e Grinçi që vodhi Për Krishtlindjen. darkën. Ti e Grinçi që vodhi Krishtlindjen. Ama në darkë ula me Kështu që gjithë. kjo gjëja tjetër që po thua tani është thjesht demagogji për të Unë e dukur prandoj që bëj gabime mirë, po ditën. është shumë fake. Po nuk ja vej unë faj një personit caktuar, unë e përfshi edhe veten këtu. Jo, shumë. Vazhdo folçe. Unë Nëse e përfshi përshim edhe vetën, Çfarë si kisha fut. për të thënë? Që ti na gjithë them, nuk po them që të flas me emra të caktuar, se kush ka faj dhe kush s'ka faj. Unë këtu faj madje i vendosa vetëm kapitenit, jo ty i Gerta ose Tonit ose Ditit ose Ludos ose Benit që nuk u bashkuan. Njeriu Se sa ai përpara që se ka të në dorë të flas, gjere, Alba reflekton Po, veten e do vet në radhë të them. parë. Dhe nëse ti shkatrove një fest si Krishtlindja, Dhe unë si prapë e them që unë Krishtlindja, edhe vitin e ri më bëj atëre një gjithë kjo budalli. gjëja që ti po thua, Krishtlindja nuk është vit i ri. Krishtlindja nuk është vit i ri. Atë shqipja. Në Unë jam Krishtlindja budall, po nuk bënë është vit i gjyshtu. ri. Unë nuk e di atë pesh se jam muslimane. Po edhe, Nuk që e do di me atë thënë, pesh. hajde të bëjmë lojra. Të të vijmë bëj bajram, të të bëj lojra. Po, mu Se sa bëj më kur, shtja po gjë. kur, s'ka shans. Okej, unë ja Ta kur bëj. respektojnë biles, unë jam e besimit ortodoks A dhe unë në ula? shtëpi e festoj dhe bajramin. Pikërisht për respekt asaj Për feste të spërs me shenjtë. ujë nuk e bëra unë të madhe, e bën ata që reaguan.
vazhdo. Përs nuk e bëra madhe. Sa do të thuash nuk... Dhe kam respektuar Krishtlindjet, pse? Se kur mu hodh mu pija energjetike dhe ujti, unë nuk e bëra namin. Zarfizi erdi për persona që reaguan atë. Po. Ashtu beso. Pse si a bërat madhe unë Benitës për Krishtlindje që mblagu me pija energjetike në ujtë? Shkaku i ujtit pra. Po ujti si vepër nuk është aq e madhe sa dhuna fizike që e bën të tjerët. Për Bajram që merti këto pëshpëshet edhe fillon lag njerëzit? Unë kam thënë që disa nga cmimet që i bëj këtu nuk i bëj shtëpi. Ore për Bajram, këtë bën ti, bën Lojra duke lagur tjerët. Në rast se do ishte Bajrami këtu, me siguri do ta bëja. Në rast se do shëndote Bajrami. Unë thash në shtëpi nuk i bëj këta gjëra që i bëj këtu. Këtu po ngacmoj me disa gjëra. Edhe për Bajram do e bëj këtë pëshpësh. Këtu në rast se do ishte Bajrami, me siguri që po. Në rast se do më vinte atë ditë për ta bërë. Unë e pranoj realitetin, ama në darkë unë ula, e respektova darkën Hygerta. Edhe qeshëm, edhe bëm muhabet, edhe i bëm murimet tona, edhe nisi kënga, gjysmore kena qëndru gjithë. Hygerta mos i shtrembro argumentet. Ti po i shtrembron. Gjithë tavolina kemi ndejt pak të gjysmore bashkë. Po qaj gjysmore bashkë, a ishim gjithë bashkë. Po rritan... Hygerta, një pytja. Kur i bëm murimet, a ishte gjithë tavolina bashkë? Kur hëngrën bukë, a ishte gjithë tavolina bashkë? Kur nisi kënga, nisë njerëz kërcejnë, prandaj tavolina ngeli më pak se gjysma. Ku kishte këngë për të kërcyer aty se ishin gjitha për vitin e ri? O Ardit, kërceve ndonjë momentin në darkën e Krishtlindjeve? Unë kërceva. Unë si jodha në kom, i knoj sa ka. Unë pasi hëngra dhe pasi bë murime, kisha qef me shiju me kërcim. Është drejta ime. Jo, ti s'kërceve fare, ti vajte ule mu në mes të asaj, pishinës. Po, kisha një kujtim timin, kisha një urim timin. Po, s'nuk kërceve. Shikoj që po gënjen. Jo, edhe Bajnë që po bën. Edhe kërceva. Fare. Edhe se kam s'ka pas kërcyer. këngë për të kërcyer, ka qenë gjithë këngë Krishtlindje. Hygerta, edhe në këngë Krishtlindjesh kërcehet, tani mos na shtrembroni realitetin. Zoti madh, je vetmja që shtrembron realitetin sipas interesit tënd. Hygerta, një pyetje. A ulat ha me ju? Po. A i bëra urimet me ju gjithë bashkë? Po, dhe pastaj? Pse kthen personalet e unë tani? Po dhe kthen se s'më respektove një fest. Unë tani, sipas mendimit tim se respektova. Po, se respektove. Apo them unë tani për tavolinën që është mirë me qëndru me granë gjithë barkët që darkën e Krishtlindjeve, që është shumë e rëndësishme për x njerëz, nuk ka rëndësi si jam unë fare, për x njerëz është shumë e rëndësishme. Pse se respektova darkën e Krishtlindjeve? Po qove pra. Ike ule mes pishinës. Bëra urimet e mia për diçka që kam nga jashtë. Të mftosh ti mua për Bajram, 3 gjysmore dhe pastaj ti ke tulem te cepi të filloj çaj. Edhe u kthyem Ky është respekti që bëjmë festës edhe tënde që ke ti. Po edhe ti pse qëndrova atëherë me disa persona jo me gjithë? Me gjithë qëndrova, unë tavolin kam qenë gjithë kohës. Po mirë, çfarë lidhje ka qëndrumja tavolin 3-4 orë kurse unë kam respektuar procesin kryesor? Ishte darkë Krishtlindjesh, o zemra, nuk është një darkë që na shtrohet edhe mund të ikim dhe të bëjmë çfarë duam. Është një darkë Krishtlindjesh. Ka një rëndësi të veçantë. Ka rëndësi të veçantë darka e Krishtlindjeve. Ajo zat kur neve kur ham Bajramin në darkë, ne nuk rim 2-3 orë. Ti e ktheve përgjigjen. Edhe po kishte qenë Bajram, se do merja atë pëshpëshën e ujit dhe do lagja njerëzit. Ama kur është procesi që ulemi ham edhe pim... përgjigjen tënde, s'kam tjetër, fare. Kur është procesi që ulemi ham edhe pim, unë respektoj aty. As zëri nuk e ngrej, as debate nuk nis, urimet i bëjmë, ushimin e ham, energjim pozitive për cilin. Sa debate ka ndodhur aty. Nga ju që ishi të ullur po, sepse ti sa po the që unika. Nuk e di qa debatesh keni bërë ju. Edhe ti ke për debate më bërë. Qa debatesh kam bërë në darkën e Krishtlindjes që nga bërë darkën e gjysmore? Krishtlindjeve, kur jemi ullur. Po pra, darkën e Krishtlindjeve që ullur që bëra. Edhe në rastet të tjera kur jemi ullur për drek ose për dark, ti ke bërë debate. Darkën e Krishtlindjeve, a bëra debat? Jo, vajte ullur, aty në cepë dhe vazhdove ato kujtimet e tua me të qarë. Është drejta ime që pasit të hame dhe pasit bëjmë urimet, zgjedh unë të shkoj me një vend që piklohem edhe për cilë një mesazh. Si që ju që zgjidhni të drejtën tuaj. Ditën e kam bërë, jo natën. Po çfarë lidhje ka, ishte ditë Krishtlindjes. Zemra, Krishtlindjet janë datë 24, haj darka, pritet lindja e Krishtit, dhe të nesëmen është dreka e Krishtlindjeve. Rregull, ti e ke bërë atë veprim në ditën e Krishtlindjeve, në datë 25. Shumë bukur Hygerta, tani. Jo, 25 e ka bërë. Shumë bukur e the Hygerta, tani. Une, atë gjë që e bëra gjatë ditës, une pranoj si gabim. Po ju, pse se pranoni pjesën e të ullurit në darkë? Ti mes prajmit nuk kërkoj falje dhe s'ka për çka kërkoj falje, po.
Juve, s'kam pse ju kërkoj falje. Nuk e ndje vetëm për t'ju kërku falje. Jo, kërkoj falje publiku, thaj. Për Krishtlindjet e kuptoj Po, pra, gabimin. për publikun. Për Juve për Alaudini tha, të lutem kërko falje për publikun, jo për banorët. Nuk e kam dëgju këtë pjesë. Se ke gju, po se normal se s'dëgjon. Se kam dëgju. Është gabim fatal. Okej, unë për Krishtlindje e kuptoj gabimin. Jo, prandaj edhe unë u përdor. Jo, po ti po thu dhe për Bajram, unë do bëja një të gjë. Me siguri do ta bëja. Jo, thash, me siguri do ta bëja. Me siguri edhe me e bo, nuk e kështë e bo. E di pse, se nuk jam tipi jo fair, fjala nuk respektoj njërën fe dhe respektoj vetëm fen time. Ama qashtu dole, Alba. Realitetin qashtu të regove... Unë nuk e kuptoj peshën e Krishtlindjeve. O, si për njëre Se nuk i Bajrami. kena festu Krishtlindje. Nuk ka lidhje, respektoj se është... Këtë gjohë se di se si ka procesin e Ti kishe Krishtlindje. 5 banorë aty që e festojnë Krishtlindjen. Hygerta. Dhe vetëm për respekt atyre, Po. familjeve të tyre, dhe fesa atyre, pavarësisht se ti je muslimane, unë ta thash, unë e festoj dhe Bajramin në shtëpi. Nuk kam lidhje fare. Po, ama kush e bëri të madhe? E festojnë. Ama kush e bëri të Se madhe këtë për kulturë kemi spërsen? ne Edhe shqiptarët. musliman ti ke qitë keq. Ama kush e bëri për spërsen të madhe? Mendoj e pak. Qa lidhje Duna ka? fizike? Qa lidhje ka? Ja, për ndjekja jote e bëri të madhe. Për ndjekja jote. Se po mos ti përdiqe ti njerëzit nuk do reagone. Realisht, Alba, kurse edhe unë me pasjen. Po. Shumë poshti ke qitë, këtë musliman. Tani, diti, okej, si pas mendimit tuaj. Nuk është mendimi, është e vërteta. Në rast se unë kam prishur Krishtlindjet se bëra me për spërs. Edhe Okej, ditën edhe kam natë. prishur. Po edhe datë 24, prap ndodhi qa sherri ndodhi. Tani, Mu ka. a mund ta Bravo. flas pjesën tjetër? Në momentin kur Benita më hodhi pjenë energjitike në flok, në trup, në veshje, në çdo gjë, edhe ujtin, unë nuk agravova fare. Agravuan Dolçja, Jasmini, Si i Londra, përndoqe, këta. Ajo është i mes jush. Ata i përndoqe. përndoqën mua. Ajo është Jo, mes jush. ti vazhdoje përndoqen bësh duke i gjëmu nga mrapa. Mos Benitën e intereson gjëmoje qa ke ti. bo me Ata tjerë. më E përndoqën gjëmoje mua. ti. Jo. Dhe normal, në momenti që u Nuk e them mos, përndosha unë. ti vazhdon dër nga mrapa, do reagoj vlla se edhe unë duar për një kokë i kam. Ata Po ti mësove me reagu veshin vetëm se time jam dhe une. thesës do reagojnë. Ata reagu Prit se vetëm se ka. jam une, se njëri me tjetrin ata gjuhen palesa herë dhe me Po gjëra pra, akoma më ta shumë. thanë edhe ata në studio. Po. Nëse ti godet me ujë dhe kthehet në Godas me lojë, spërkat me Po. ujë, ndjes. Spërkat me ujë dhe kthehet në lojë, në të qeshura është okej. Në momentin Po. që tjetri thot mos se nuk dua, është për ndjekje. Po. Tani, Kaq. ata vetë vinin. Si vini Se vetë për ndjekje. me... A, si e bëllëre tani. Jo, Se video ishte aty e pam Jo, gjithë. vetë vinin. Po, video ishte aty e pam Ti e gjithë, di tani ti shumë do me mirë na Gerta se hedh rregullohet. gjithë syve kur e kemi parë në televizor. Po e pa që erdhën gjithë mbrapa meje, tani a e ke pa video në Prime. Po, Benito kush e gjëmonte nga mrapa? Po nuk e gjëmoja unë. Vetë vinte rretulloheshte rreth Si meje. vinden vetë Po, rrotullohej, unë ikja nga Benita. Që unë i nga Benito. Po, unë ikja nga Benita. Benita vinte mbrapa, më lakte, më bënte, unë ikja nga Benita. Pa shpresë, kam sinqerisht. Okej, rasti pa shpresë. Ama, unë ula ndarkën e Krishtlindjeve, hangrëm, Qa, qeshëm, bërë bëre murimet. sikur, adete. Jo, e ndjeva, Po, adete. e ndjeva. Po. Bëre A rasti qokën dhe ike. Krishtlindjet pas kanë qenë edhe gjatë ditës, unë e Po, kuptoj sigurisht janë gabimin gjatë tim. ditës. Okej, kuptoj gabimin tim. 25 është dita Krishtlindjeve. Okej, kuptoj gabimin tim për gjatë ditës. 24 është në pritje 12-ës. Gerta, unë gabimet e mia i pranoj. Ama puna është se juve kur ju thuhet diçka në tërësi pa etiketu emra, juve bëni namin që pa tjetër unë jam gabim dhe ju jeni sakt. Si të rasti që po shpërbëhemi të darka familjare që japim shembullin e shqiptarëve dhe një të familje të bëju një shkëlqyer. pyetje ty. Po. Në jetën e përditshme, nëse një person gjithmonë i kthehen kundër 15 të tjerë, Po, kush është gabim sipas teje? 15 veta? të gjithë. Ai personi Të është gjithë. drejtë, ata 15 janë gabim. Të gjithë janë. 15 mendje të ndryshme Jo dhe personi, të janë gjithë. gabim. Të gjithë Dhe janë. ai personi është mirë. Jo, se thash këtë. Në shumë raste, Se thash këtë. deri tani, Alba... Ky Gerta më bëre Po pyetje, një a e sekondë don përgjigjen Jo, se të time. mbaruar akoma, kur të mbaroj Po unë, ti bën pyetje ma kthe përgjigje. Jo, unë po të shpjegoj një situatë, po. ose po të sjell një rast, një Po. shembull. Në momentin që ky person, Po. në shumë situata, Po. jo në një, Po. ka gjithmonë 15 veta kundër, ose më shumë, kush është gabim? Reagimi është gabim.
s'ka nevojë se diet kush është përgjigja, kështu s'ka nevojë ta. Reagimi është gabim. Mua ma kam bëha gjë, pse se kam bët madhe? Se di që edhe ndodhin këta gjëra Big Brother. Une nuk jam prekt në limitet e njerëzve, si për shembull, mos me leju, mos me kalu nga dom ndom, si që bën Londrimi Klodi me Elionën. Ti s'ke prek limitet e njerëzve? Jo. Nuk erdhe ti thuash mund me sallës zgrimit i kanë ardhur dhurat, sa gjysma çmimit të Edit tani do ndryshoj lojën Dolçe? Sa Qereku. Që e bëri interesaxhie? Që shkon pas lekut? Kjo nuk është prek e limiti? Po, Dolçja është për interes në lojë. Nuk kam thënë pas lekut. Po ç'lidhje kishte çmimi, sa gjysma e çmimit? Interesi si lojtari i fortë që mund shihet jashtë, se lojtarëve të fortë. Po. Alba, po kujt po i hedhi syve o zemra? O zemra, po argumentet e tua, po fare. E po pse edhe akuza pa dëgjuar argumentin? Përmende lek, sa gjysma e çmimit, ti nuk thej sollë dhurat. Ja, edhe këtu e gabim, sa Qereku. Gjysma. Qereku. Gjysma. Qereku. Le ta nxjerrë Big Brother, gjysma e çmimit. Atëherë, nëse do ishte për lojën, ti do thoshe që ka sjell dhurat, nuk do përmendje shifër. Rregull? Të shohim si do ndryshoj. Pra ti Dolçe në nxorri interesaxhie pas lekut. Jo. Kur ishte Sasa duke treguar rrugtimin e vet. Do me më dëgju tani të lutem. Ti e ke fajin. Unë se vazhdoj këtë bisedë kështu. E ke fajin vet. Ygerta, pra raste do... tregomu që s'ke prek limite, se i ke prek limite, gjas me kështu në mënyrë të tërthort, po i ke bërë... E keq interpreton. Unë kam thënë për Dolçen, interesi i lojës për t'jecë loja deri në finale, dhe interesi për projektet jashtë. Dhurata? Po tani, logikisht, a do të dëgjosh argumentin tim mirë, Ygerta, sa asë njerëz do me dëgjo. Po se janë qesharak. E pa atër mos e vazhdo bisedë. Nuk e vazhdo, e mbylla. E mbylla. Ti ke ndërmend me vetë kritika dhe asë njerë se dëgjon tjetri me argumente. Po sa, argumentat e tu janë aq qesharak. Ti, ke fiksimet e tuja psikologjike për një njeri dhe asë njerë nuk e dëgjon argumentin e tjetri. Edhe kam vetëm e ty. Sa argumenti i tjetri, si pas te Ygerta, po pse se bëj vetëm me labin, edhe labin e kam kështu. Psikologjin tënde. Po, i tregom psikologjin tim, në fakt. Pa do Ygerta me më respektu mu me dëgju argumentin tim. Po të respektoj. Ja, te Dolçja, do t'a them shumë mirë. Te rasti i Dolçes. Te Dolçja, unë e kam analizu që Dolçja këtu me personat vepron për interes se kë e mendon ajo që është e fortë në publik, dhe ashtu largohet dhe afrohet pavarësisht fjalëve. Ta them një mendimin dhe ta them faktet. Ma konkretizo, se na e rëtemi që të dua, po le me femër njërë të flasen me argumente, unë të flasë gjithmonë. Pse dyshon? Po me mësoj konkretisht. Po pse ma blokon? Do t'i them gjitha, duro pak. A të dëgjova, unë duro. Pra Dolçe shkon pas lojtarëve të fort. Kujt? Nuk duron. Po si nuk duron, pra ma thuj ma konkretizo, jo na e. Ygerta, të lutem, duro të ta them. Mos më bëj zëm mbi zërin tim. Tani, Dolçja, kur erdi këtu në fillim Big Brother, tani më dëgjo argumentet e mia, pastaj jep mendimin, ndaç pranoje, ndaç mos e prano, është pjesa jote. Kur erdi këtu në fillim Big Brother, gjithandej u shpërnda fjala për Edin si lojtar i fort nga pjesa e vjeçme dhe që ka dalë kot se do ecte shumë. Dhe Dolçja taku afru me Edin dhe shifja unë si shkonte vetë ajo mbrapa Edit. Dhe Edi tha, para gjithë, kjo që nga strategje e forte, taku bashku njëri me tjetrin, bën qarë bën. Edi, në periudën që ishte me Dolçen, u tregu shumë i but, dhe nuk po jepte shumë performancë. Një njëri që këtu nuk jep shumë performancë, do të thotë që do psohet nga aspekti audiencës. Iku kjo pjesë. Shkoi Dolçja në Itali. Në Itali e ka dhënë pjesën e vetë. Në momentin e ndrimit në aeroplan, sipas gjërave që i kam parë unë të Dolçja dhe fjalëve që ka thënë Dolçja, te pjesa unë kam audiencë më të lartë se AI në pjesën e muhabetit të aeroplanit, e kuptova që Dolçja ka marrë një informacion nga jashtë, se si mund t'jetë jashtë, jo vetëm ajo, po edhe lojtar tjerë, sepse Dolçja kur erdhi kur u kthy në shtëpi, u largu nga Edi që ishte lojtar fjala i dobës se s'po bënte shumë performancë, u bashku me Londrimin që ishte edhe lojtari preferuar i publikut dhe vazhdoi me Londrimin dhe Klodi dhe në mënyrë paralele thoshte që Edi nuk do të kemë më kontakt, nuk e llogaris në drejtimin për me pas raport për diçka. Tani, në momentin që Edi nisi të shfaq vetveten në Edin e vërtet, që ai është vetvetja dhe me performancë, dhe në pjesën kur nisën që njerëzit në kohë paralele ta vlerësojnë për performancën e atij, Dolçja nisi ngacmimet e para prap me Edin. Dhe pas kësaj, mua më le fakt të dëshmoj që kur Edit i vjen një dhuratë nga jashtë, dhurat sa Qereku i çmimit, do të thotë që Edi Qereku... Gjysma.
qereku që do të vlerësohet në publik, kjo do të thotë që është një lojtar që vlerësohet publik edhe automatikisht Dolçe afrohet më shumë me Edin dhe ja ku po e bën. Kjo është analiza ime, logjika ime. Ti ndoshta i gjerë nuk e shef, ti e ke parë fare, po e ke parë gabim. Në rregull. E ke parë komplet gabim. Ti nuk je dakord, ti e lidhe vetëm me Edin dhe me londrimin. Me londrimin Dolçe ka ndenjur dhe përpara. Një. Po jo në mënyrën si kur erdhin nga Milan. Nuk po shoh asnjë lloj afrimi. Okej, mendimi jot. 2. Dhe që të vinë dhurata, që do me thënë, edhe mua më vinë dhurata javë për javë, që do me thënë? Kur të vinë dhurata, do me thënë që, përderisa erdhin mirë në formën e reklamës, s'po rri mua afër, ku është interesi? Po, ajo, mënyra si funksionon ajo për interesin se kush është lojtari i fortë dhe me u afru, është e drejta asaj, strategjia asaj. Çi duhet lojtari i fortë? Hygerta, tani e kuptojmë që në prezencë të një lojtari të fortë, probabiliteti për të vazhduar më përpara në big është më i lartë. Ajo është fakt. Ajo dihet. Po sikur duan godasin aty ku të dhe më shumë, nuk e hap pikërisht ai që i ri afër lojtarit fort? Është fakt dhe ka vazhduar godasin dhe ja hyp vlerat ndoshta më shumë. Tani unë e shoh psikologjinë e Dolçes dhe është e drejta im ta komentoj. A e beson ti ajo është punë tjetër? Ja, unë po them se ke lexuar fare mirë. Është e drejta asaj? Po. Okej, unë këtë mendim e kam. Atë punën e avionit u kam qenë aty dhe Dolçe nuk e tha fare në atë mënyrë. E tha në tensionet si për shpejt. Jo fare, se unë isha prezent. Okej, le mos të ndodhe dhe ajo. Ajo këtë punën e audiencës, po, e tha që e ka më të lartë audiencës se sa Edi dhe logikisht, Italia është 79 milion banor. Dhe bigu i Shqipëris ka Kosova dhe audiencë më të Shqipëria fortë dhe se bigu i gjithë shqiptarët në gjithë diasporën janë 10 milion. Kështu që dhe të duat të futesh në Grande Fratello, audiencës sigurisht e ke shumë të madhe se sa të jesh këtu. Shumë bukur, edhe kjo mban. Kështu që ka logjik. Edhe kjo mban, pa tjetër. Ama, londrimi nuk është më i preferum dhe londrimi nisi të bjerë nga Jo, i preferum prap është. Po flasë se qëfar po përcjell bigu, kush është lojtari i preferum? Po, ishte prap londrimi i preferum. Eliona. Dolçe me Elionën. Rikthim të Edi, po e mban prap me londrimin, po nisi prap rikthim të Edi. Po kush forca Edi tani se nuk arrit ta kuptoj. Edi po thuaj se s'po bën loj fare. O fare. Që ka fuqi nga jashtë? Nuk do të thotë sepse sa do fuqi ketë një familje Alba, forca e publikut, ajo e madhja, e mbyt çdo lloj familje të pasur. Po kush pushteti? Kush pushteti? Ku po e shef ti pushtetin? Kur ka dalë Edi preferuar? Kush përmendi fjalën pushtet? Këtu. Po çfarë pra, lojtari fort? Pse është Edi lojtari fort? Ça loje po bën Edi që është lojtari fort? Edi është i aktivizuar. Ku e shefti? Ku? A e bëre një herë pyetjen, do mlesh përgjigje? Po pra ma thuj, ha. Po. Edi është lojtari fort. Pse? Ka momentet e tija shumë forta goditse. Ai është në sasi pak, po në cilësi është shumë i lartë. Pse s'deli preferuar? Që është në sasi preferuar? Nuk e di këtë. Do shta për pak vota kanë diferencë me londrimin. Do shta 10 vota, do shta 5 vota. Edi që ka nisë këtë performancë, ka nisë, fakt është. Edi është djalë shumë i fort, por loj nuk po bën. Loj nuk po bën. Edi është sasi pak dhe cilësi e lartë. Dhe ajo cilësi e lartë që e ka në gjërat goditse që e ka shumë të larta. Vetëm me fjollën është kapur, mas një tjetër. Edi ka dhe biseda shumë të mira. Po sigurisht që ka. Po, momentet goditse nuk janë thjesht kapje të Gerta, janë edhe biseda cilësore që Edi ka, dhe qëndrimi i ti biseda cilësore ka gjithë ditën në përshpi. Zbën kjo diferencën. Edi është pak më ndryshe se disa meshkujt, se shumica e meshkujve tjerë. Po, është e vërtet. është e vërtet për Edin. Me thënë drejtë, unë ta kam thënë edhe ta thënë prapë. Dhe Edi është fakt që nga mashkulli but, Gjigji-migjit, lojrat, jesh shumë e zonja. Ama për analiz loje je... Dhe Edi është fakt që nga i but dhe i urt që rinte, kur rinte me Dolçen, deri sa erdi Dolçja nga bigu Italis, pasi erdi Dolçja, pasi prishë raportet, Edi doli në vetveten e ti. Me egërsin e vet, me butësin e vet, me të mirën e vet, me të keqen e vet, original, edhe jo i heshtur. Po original ishte edhe me Dolçen, Edi. Thjesht i but, vetëm i but. Shfaqe një anë tjetër që e ka. Dhe jo ngjyrat e tjera që i ka. Po. Kaq. Kur je i but dhe rrin vetëm but, sidomos në rastin e mashkullit, gjithë e dim shumë mirë që nuk ka një performancë tamam mashkullore në kuptimin, jo se po ofendoj si mashkull,
Po në kuptimin e gjithë Shëra, gjyrave i që s'ka ai ardhur ka për nga performancë mashkullore originaliteti këtu. Po. Edi ishte i tërhequr në shumë situata S'ka që mund t'ishte edhe jo, vetë ai. s'ka qenë i tërhequr në shumë Okej, ti situata. mendon. Ma kreqët ma bet, shpirtin ma bet, quar ti. Po. Edi është fakt. Që ju rrit performanca dhe Dolqa kur ju rrit performanca, atëherë ju bashku S'pafrohet prap, Edit. fare. Qëra ju në qelë perdet? I ke sytë aty ku s'duhet. Ha? Iku grap. Jo, në zetë është. Jo, iku grap, thash. Po. Që këmë jeni natë për lojën e sfidjes. Këso kapiteni, që su nejta edhe pak të akja. Të boksi. Ore, ky ku ma la vejpin mu, la pa gjë. Me veti e ka. Me vete e ka, po.